Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 11 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Korrik. Ngjarje 1995. Ushtria serbe hyn në Srebrenicë dhe vrasin rreth 8000 meshkuj musliman të moshave të ndryshme. 1998. Ekipi kombëtar kroat i futbollit fitoi vendin e tretë në Kupën e Botës në Francë, duke mposhtur Hollandën 2-1. 2018. Ekipi kombëtar kroat i futbollit hyri në finalen e parë historike në Kupën e Botës në Rusi, duke mposhtur në mënyrë të bujshme Anglinë e favorizuar 2-1 në kohën e tretë shtesë. Lindje 1572. Lindi Ben Johnson, dramaturg anglez. 1767. Lindi John Quincy Adams, presidenti i 6 i SBA-s. 1772. Lindi Pietro Carlo Guglielm, kompozitor italian. 1836. Lindi Carlos Gomez, kompozitor brazilian. 1934. Lindi Giorgio Armani, dizajner italian. 1943. Lindi Luciano Onder, gazetar dhe profesor Universiteti Italian. Vdekje 1839. Vdik Mahmuti II, sultani i Perandorisë Osmane. 1974. Vdik Parlangerviç, letrar suedez. 1982. Vdik Mehmet Mesa Salimović, letrar bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Gianni De Biasit, dhe i cili ka qenë një trajner futbolli dhe një ish futbollist italian. Gianni De Biasi ka lindur më 16 qershor të vitit 1956. Është një trajner futbolli dhe ish lojtar italian. Ai ka dy shtetësi, italiane dhe shqiptare. De Biasi ishte trajneri i parë i kombëtares së Shqipërisë që drejtoi ekipin për të kualifikuar një turne madhor, konkretisht në UEFA Euro 2016. De Biasi ka lindur në Treviso në Itali. Si mesfushor, ai filloi karrierën e tij si lojtar profesionist për Interin. Ai ishte pjesë e skuadrës së ekipit të parë, por pavarësisht kësaj nuk luajti kurrë për këtë skuadër dhe më pas zua tek ekipi Serie C Reggiana në 1975 dhe u promovuar ishtazi klubi Serie A Pescara Calcio një vit më vonë. Ai u shëtit te Brescia në vitin 1977 si kompensim i pjesshëm për nënshkrimin nga Interi. De Biasi luajti në Brescia për 5 sezone, vetëm një prej tyre në Serie A. Më pas u transferua në Palermo. Në vitin 1990, De Biasi u bë trajneri i ekipit të rinjve në Bassano. Në vitin 1991, ai u emërua nga Vicenza si trajner i skuadrës së të rinjve. Në vitin 1992, De Biasi bëri debutimin e tij si trajner i ekipit të parë, duke u bërë shef i klubit të Serie C Vartese. Kjo pasua nga 3 sezone si shef i Karpi. Në vitin 1996, De Biasi u emërua trajner i klubit të Serie B Cosenza, por u shkarkua në prag të Krishtlindjeve. Pas një periudhe 2 vjeçare në Spal, De Biasi u kontaktua dhe u punësua nga klubi Serie C1 Modena në 2000 me krenarin. De Biasi mori 2 promovime radhazi që rikthyen Modenën në Serie A pas 38 vitesh. Për arritjet e tij me Modenën, ai u nderua me çmimin e stolit të argjend në 2002. Ai u largua nga Modena në vitin 2003 pasi e kishte udhëhequr klubin drejt sigurisë, duke arritur një përfundim breslënës në vendin e 13 në tabelën e Serie A dhe nënshkroi për Brescia. Ai u shkarkua gjatë sezonit 2004-2005. Në vitin 2005, Torino i Series B emëroi De Biasin si trajner kryesor, duke ofruar një skuadër të ndërtuar shpejt në shumë pak ditë
pas anullimit të klubit të vjetur Torino Calcio dhe formimit të një shoqërie të re në pronësi të Urbano Cario. Në vitin 2008, ai u njoftua nga Torino për të zëvendësuar trajnerin aktual për 5 ditët e fundit të ndeshjeve, me synimin për të shpëtuar klubin nga rrëzimi dhe njëherë De Biasi shpëtoi skuadrën. Më 8 dhjetor të vitit 2008, ai u shkarkua pas 15 ndeshjesh, i fajsuar nga menaxheri i skuadrës për faktin se Torino ishte edhe njëherë duke luftuar për të shmangur rënjen. Më 22 dhjetor të vitit 2009, Udinese shkarkoi menaxherin e saj dhe caktoi De Biasin për të marrë drejtimin e ekipit në vështirësi nga Italia Veriindore. Kombëtarja e Shqipërisë, më 14 dhjetor të vitit 2011, pas shkarkimit të trajnerit Josip Puxhes, Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se kishte rënë dakord për marrëveshje 2 vjeçare me De Biasin si trajner i ekipit kombëtar për kualifikuesit e Kupës Botërore të FIFA 2014. Në maj të 2012-s, në 2 miqësore kundër Katarit dhe Iranit, De Biasi lançoi lojtarit të rinj duke fituar. De Biasi fitoi ndeshjen e tij të parë konkurruese me 7 shtator të 2012-s duke mposhtur Çiprën 2-0 në ndeshjen e tyre hapëse kualifikuese të Kupës së Botës 2014 në Tiranë. Më 22 mars të vitit 2013, ai hoqi Shqipërinë me skemat e tij dhe taktikën mbrojtëse në një fitore historike 1-0 kundër Norvegjisë në Oslo, duke e çuar Shqipërinë në vendin e dytë të përbashkët në grupin 9 pikë përpara Norvegjisë që mbeti në 7 pikë. De Biasi e nisi ndeshjen kualifikuese të UEFA Euro 2016 me një fitore 1-0 ndaj favoritëve të grupit portugalisë. Kjo fitore u cilësua si historike nga mediat shqiptare dhe ndërkombëtare dhe shkaktoi dorëheqjen e trajnerit të Portugalisë Paulo Bento. Gianni De Biasi u bë trajneri i parë i kombëtares shqiptare që drejtoi ekipin për të kualifikuar në kampionatin evropian të UEFA-s, ku skuadra vollosi kualifikimin për UEFA Euro 2016 më 10 tetor të 2015-s. Për këtë arritje, De Biasi si dhe gjithë ekipi ju nda urdhrin deri kombin nga presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani. Në vitin 2015, De Biasi u përfshi për herë të parë në 10-shen më të mirë të trajnerëve kombëtar të botës, duke rënditur i 6-ti. Më 9 janar të 2016-s, ai ra dakord për një zgjatje të kontratës me Shqipërinë, duke nënshkruar deri në vitin 2017. Gjithashtu, paga e tij u rrit me 60% të pagës së mëparshme. Më 7 mars të vitit 2016, u ndërrua me çmimin special Golden Stall për përhapjen e vlerave të trajnerëve të shkollave italiane në botë. Më 14 qershor të vitit 2017, De Biasi njoftoi dorëheqjen e tij në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku u largua si trajneri më i mirë në historinë e futbollit shqiptar. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vitaminës B2, çfarë sjell mungesa e saj, teprica e saj në trupin ton, cilat janë disa nga ushqimet ku ne mund ta gjejmë këtë vitaminë kaq të rëndësishme për trupin ton. Vitamina B2, ose siç njihet ndryshe riboflavina, është një substancë e ngurtë në ngjyrë të verdhë në portokalli me formulën kimike C17H20N4O6. Vitamina B2 është e tretshme në ujë dhe bën pjesë në grupin e vitaminës B. Ajo është një nga komponentët kryesorë që përdoren dhe për aktivizimin e vitaminave të tjera. Më parë ka qenë dhe e njohur me emrin riboflavin, pasi vjen nga fjala riboz, sheqeri, forma e cilit është redukuar, ribitol, forma e pjesës së strukturës, flavin, unaza skelet e cila jep ngjyrë të verdhë molekulës së oksiduar. Por cili është roli i vitaminës B2 në trupin e njeriut? Ajo ndihmon funksionimin e sistemit imunitar, ndihmon funksionimin e sistemit nervor, ruan shëndetin e lëkurës dhe të flokëve, ruan shëndetin e syve, forcon dhe ruan shëndetin e mëlçisë. Një nga funksionet unike të vitaminës B2 është se ajo lufton disa efekte të plakjes, si humbjen e kujtesës dhe zgjidhjen e sëmundjes Alzheimer. Parandalon verdhësën neonatale, anemin dhe anoreksin, lufton depresionin dhe migrenën, ndihmon trupin të prodhojë energji. Riboflavina është një antioksidant që lufton radikalet e lira.
Kjo vitamin është e mundur që në trupin e njeriut të lejojë shpërbërjen e yndyrnave dhe të proteinave, ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e trupit, ndihmon në rritjen dhe prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut. Por cilat janë disa nga shenjat kryesore të mungesës së riboflavinës ose vitaminës B2? Të qarat në anën e gojës dhe të gjuhës, tharje të buzëve, ulcera, buzë të kuqe, dhimbje fyti, lodhje, çrregulime në tretje, anemi, mangësi të hekurit, sytë tuaj mund të jenë të ndjeshëm dhe dritës, mund të lëtojnë ose mund të skuqen. Por cilat janë disa nga burimet kryesore të vitaminës B2? Disa nga ushqimet ku ne mund të gjejmë vitaminën B2 janë spinaçi, panxari, kërpudhat, frutat e detit, vezët, qumështi, brokoli, sallatat vegetariane, pishtajat, repa, sallata jeshile, mustarda, specat, soja, kosi, bajamet, gjeli i detit, bizelet, patatja e ëmbël, sardelet, kungulli, rushi, karota, lule lakra, seleno, speca djegës. Por çfarë mund të shkaktojë mbidoza e vitaminës B2? Mpirje, djegje të lëkurës ose ndjesi fickimi. Gjithashtu ajo shkakton dhe ndjeshmëri ndaj dritës. Cili është rekomandimi ditor i vitaminës B2? Për foshnjët nga periudha kohore 6 deri në 12 muaj, i nevojitet 0.4 mg vitamin B2. Për fëmijët nga mosha 1 deri në 3 vjeç, 0.5 mg vitamin B2. Për fëmijët nga mosha 4 deri në 8 vjeç, 0.6 mg vitamin B2. Nga mosha 9 deri 13 vjeç nevojiten 0.9 mg. Për femrat nga mosha 14 deri 18 vjeç duhet 1 mg vitamin B2. Për meshkujt nga mosha 19 e sipër duhet 1.3 mg vitamin B2. Ndërsa për sa i përket grafe shtatzëna, ato duan 1.4 mg vitamin B2 në ditë, ndërsa meshkujt nevojitet 1.3 mg vitamin B2. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 11 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në reliefet malore gjatë orëve të pazites pritem vranësira të lehta kalimtare, por parishje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazite vijon me një mot të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verifikimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:10 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë. Peshkopi 17 deri në 30 gradë. Tiranë 22 deri në 34 gradë. Durrës 24 deri në 32 gradë. Kavaj 23 deri në 32 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berak 22 deri në 35 gradë. Korçë 15 deri në 29 gradë. Vlorë 24 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 31 gradë. Sarandë 24 deri në 32 gradë. Ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 11 korrik 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare për parëshje të rëndësishme.
Paraditja do të ketë mod kryesisht të thjellët, ndërsa pazitja vijon me temperaturat e larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 15 deri në 33 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 14 deri në 31 gradë. Suharek 16 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.